Shërbimet e policisë referuan materialit në prokurorinë e Beratit në lidhje me kallëzimet e shtetasve me iniciale AM 65 vjeç se më datë 7/5/2025 ka konstatuar të dëmtuara një derë dhe një dritare të banesës së tij në lagjen Kala. Punohet për zbardhjen e autorsisë dhe rrethanave të rastit. Shërbimet e policisë referuan materialit në prokurorinë e Beratit në lidhje me një 16 vjeçar se rreth orës 1 të datës 8/5/2025 është dëmtuar lehtë në këmbë me mjet prerës stik nga një shtetas i pa identifikuar prej tij. Punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit të rastit. Shërbimet e policisë referuan materialit në prokurorinë e Beratit në lidhje me kallëzimin e shtetasit me iniciale AL 31 vjeç se shtetasi me iniciale M 29 vjeç e ka kanosur nëpërmjet thirrjeve telefonike si dhe ka nxitur për të shkuar në afërsi të banesës së tij dy shtetas të pa identifikuar prej tij. Në përfundim të veprimeve procedurale për këtë rast, nisi procedimi në gjendje të lirë për 29 vjeçarin për veprat penale kanosja dhe përdorimi me keqdashje i thirrjeve telefonike.